Në drejtimin e prefektes së qarkut të Vlorës Evi Sallushi u zhvilluar gjatë kësaj të hënë e takimit task forces së menaxhimit të sezonit turistik, ku janë diskutuar ecuria, problematikat dhe masat që duhet merren për sezonin turistik të vitit 2026. Prefekti Allushi u tregua ashpër, duke theksuar se problematikat evidentuara kanë mbetur thjesht në letër dhe nuk u mor asnjë mas për zgjidhjen e tyre. Ajo që kam konstatuar nga raportimet e ardhura nga institucionet tuaja, të cilat monitorojnë një sezon gjithë sezonin turistik, është se pas përfundimit të sezonit turistik 2025, problematikat janë po ato që ishin evidentuar përpara fillimit të sezonit dhe ishin lënë për detyrë për të zgjidhur nga prefekti paraardhës. Kjo nuk ka ndodhur. Kërkesat për zgjidhjen e tyre në mbledhjet e muajit maj dhe korrik të task forces së turizmit në një pjesë të madhe kanë mbetur në letër dhe kjo nuk është normale kur mendon dhe kujton kaosin që krijohet në qytetin e Vlorës, por edhe në zona të tjera në periudhën turistike. Prefekti Evi Sallushi theksoi më pas disa nga problematikat evidentuara nga sektori monitorimit që lidhen përgjithsisht me shërbimet dhe sigurinë e jetës së qytetarëve dhe pushuesve vendas dhe të huaj. Mungesa e sinjalistikës në stacionet e plazhit ishte problematik përpara sezonit dhe të njëjtin problematik e raporton Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin Vlorë edhe pasi ka përfunduar sezoni turistik. Kaosi në organizimin e vend parkimeve dhe trafikut. Problem përpara sezonit, por problematik edhe pasi ka përfunduar sezoni turistik. Vendosja e një orari të caktuar të lëvizjes së mjeteve për qëllim ndërtimi ishte problematik përpara sezonit, ndërkohë që ka vazhduar të jetë problem edhe pas përfundimit të tij. Sensibilizimi i operatorëve të anive turistike për rritjen e kujdesit gjatë lëvizjes me mjetet e tyre në shpellën e Haxhi Aliut ka qenë problem para sezonit, ndërkohë që raportohet se gjatë sezonit ka vazhduar pa ndërprerje lëvizja e mjeteve brenda shpellës. Kapitaneria e Portit Vlorë raporton se mosmiratimi i 12 korridoreve ujore dhe sinjalistika për mjetet lundruese nga institucionet përkatëse është një tjetër problematik për të cilat do të kërkohet njëkohësisht edhe të gjendet zgjidhja për to. Kjo ka qenë në fakt problem edhe para sezonit turistik. Në mangësitë që raportohen nga Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin Vlorë, konstatohet se mungojnë pajisjet në kullat e vrojtimit. Mungojnë kufizimet në zonat e notimit para stacioneve të plazhit dhe bovat sinjalizuese. Mungojnë vrojtuesit e plazhit. Plazhet publike janë pas sinjalizim, kufizim bova në det, si dhe nuk kanë vrojtues plazhi. Mungon koordinimi në nivel ekspertësh për shkëmbimin e shpejt të informacionit nëpërmjet institucioneve të përfshira në task forcën e turizmit, me qëllim mbarvajtjen dhe menaxhimin e sezonit turistik. Prefekti Allushi ngriti një sër pyetjesh për të kuptuar se përse detyrat e lëna për institucionet nuk janë zbatuar. Sot, pas përfundimit të sezonit, konstatojmë se shumë nga këto detyra nuk kanë gjetur zgjidhje. Jeni të njëjtë drejtues institucionesh para dhe pas fillimit të sezonit turistik. Përse nuk është vepruar? Nuk ka gjetur zgjidhje sepse ka munguar shkëmbimi i informacionit, mungesa e bashkëpunimit, pa aftësi institucionale apo mosnjohje të kompetencave të prefektit, me që ky fundi si thuhet rëndom nuk ka forcë dhe kompetenca për të urdhëruar apo detyruar institucionet. Një mesazh të qartë dhe të ashpër ka përcjell prefekti i qarkut kur tha se qytetarët e Vlorës dhe turistët nuk duan t'ia dinë për mungesën e koordinimit apo pa aftësisë institucionale, por kërkojnë kushte, rregull dhe siguri. Qytetarët e Vlorës dhe mira të pushuesve që zgjedhin Vlorën për të pushuar nuk na kanë borxh. Ata nuk duan t'ia dinë as për task force, as për komitetet rajonale, as për paketa sigurie, mbledhje dhe letrat e shkruar mirë e bukur dhe as për justifikimet tona. Duan kushte, duan rregull, duan siguri dhe ne kemi detyrimin ligjor që t'u sigurojmë përderisa kemi zgjedhur dhe na kanë zgjedhur të jemi në postet drejtuese të institucioneve që kanë detyrimin dhe përgjegjësinë e zgjidhjes së tyre.